Përshëndetje TikToku. Ja për i takohemi sërish me prezantimin e një historie të lezetshme, se ka dhe histori. Atëherë, ky motor ka ardhur nga Maqedonia Veriu, shqiptarët e Maqedonisë. Është era disa që sjellin motora tek Oltimoto. Faleminderit për besimin. Po shoh që edhe Maqedoni bokan sa jesa me tela, kështu me bot, me vizion, me strategji. Po ço kjo më dhani pas ka tela kështu? Shikojmë bashkërisht targën, shikojmë nga ka ardhur ky motor. Është pra një X-Max 400 kubik, është i vitit 2016. Pra, në një ditë të bukur nga këto, dy shok që ecin nëpër rrugët e Maqedonisë natën, njëri majtas, tjetri djathtas, njëri me makinë me Golf 7 dhe tjetri me këtë X-Maxin 400. Rruga s'kishte asnjë makinë tjetër, asnjë motor tjetër, vetëm këta të dy me që ishin shok në ngushtë, u përplasën kokë në kokë, tjetër me makinë, tjetër me motor, dhe sollën motorin tuke unë. Gjëra që ndodhin normalisht, ndoshta dashuria e tyre ka qenë shumë e madhe si shok, dhe kjo gjë i bëri që përveç puthjeve në jetën e përditshme, të bënin dhe një puthje aksidentale me motorë dhe makinë. Se bëjmë shaka, aksidentin ndodhin, duhet jemi të kujdesshëm, sepse edhe sina verës, edhe sina dimrit ka problemet e veta në pjesën e aksidenteve. Duhet të ruani sepse aksidentet shpeshherë janë fatale. Në rastin konkret tek ky motor kemi pasur dëmtime shumë të mëdha pjesën e kryqit, pirunit, kastigave, siç shikoni motori është shkëlqyer komplet, do ribëhet komplet nga fillimi, në pjesë mekanike, gjenerike dhe në kastiga. Ndaj ju lutem, kujdes te ku shkeni, bëni kujdes me aksidentet, sepse aksidentet shpeshherë mund të jenë fatale dhe kjo gjë është e pafajshme. Faleminderit.